vit, kur kalendari shënon fillimin e muajit mars, familjes Faruku nga Manza e Durrësit i rikthehet dhimbja e cila asnjëherë nuk ka pushuar së qenin prezente për 14 vjet rresht. Ishte data 14 mars e vitit 1997, kur 70 vjeçarin Besim Faruku e lajmëruan se djali i tij Bilali ishte vrarë nga persona të panjohur. Atë kohë, vrasja e tij ishte cilësuar me motive politike dhe sot i ndjeri Bilal Faruku kujtohet si një nga dëshmorët e demokracisë. Unë kam marrë vesh mos një ore që është vrarë djali, kom gjetë djalin të vrarë. Vajza ime ka se djali ke shtëpia se unë nuk më ditë gjë fare se ku jam. Tashmë, pasi kanë kaluar më shumë se 14 vjet, 70 vjeçari Faruku ka pushuar së kërkuari vrasësit e djalit të tij, por brenda vetes, humbja e djalit në moshën 32 vjeçare ngelet plagë pa shëruar. Kemi kërkuar për të kërkuar dhe akoma ajo nuk është identifikuar, po ma letë të ishte, patjetër ishte ma letë, po neve nuk mujtë me gjetë. Unë nuk kom pyet më për ata më, edhe s'kom që pyet më, mas ka që vitesh nuk kom që pyet më. Kanë kaluar shumë vite. Ajo çfarë qetëson 70 vjeçarin dhe i bën më të lehta ditët e pleqërisë janë 3 fëmijët e djalit, kujdesi ndaj të cilëve për të është plotësimi i amanetit të fundit që djali nuk arriti t'ia transmetojë.